Zuan zonjën Feride Rushitje, se një figurë apartijake. Por me gjithatë nuk është e morin mbështetjen e opozitës për shkak të mosdiskutimeve herën e paraprake. kaluar e kemi po gjithë se si ka vepruar dhe jam shumë i lumtur që si kemi votuar. Jam shumë i lumtur që si kemi votuar për shkak se ka qenë gabe mënyra se si është propozuar gjithë ata kandidatë që kanë qenë, po flasim për marrëveshje politike. Dhe s'mund ketë zgjedhje të një personaliteti për president pa marrëveshje politike. Pastaj, kur palet merren vesh Po thoni marrëveshje politike, zotëri Qara, çka po nuk kuptoni më saktësisht? Po shqoni, kur dy parti, apo më shumë, ulen dhe diskutojnë për jo vetëm për ndarjen e pozitave, se kjo ashtu po kuptohet, po është shumë më rëndësi ajo se si do të japim drejtim vendit të 4 vite të ardhshme. Kjo është primare. Pastaj, bie çështja e përfaqësimit në nivelin më të lartë të shtetit vend, që është presidenti apo presidentja e vendit. Nuk për mua, personalisht, nuk është problem edhe po tjetë partijak, po tjetë një figurë që më të vërtetë e meriton. Mirë po kjo bëhet, kur partitë politike ulen e bën një marrëveshje politike, edhe sa i përket kuvendit, edhe komisionet parlamentare, edhe resortet ndryshme të qeverisë dhe po ashtu presidentit, mendoj që marrëveshjet politike kanë këtë kuptim përndryshe, propozoj 500 emra asnjë s'kalon. Dhe nëse ju kërkohet dhe kësaj radhe ta bëni një propozim si PDK për çështjen e presidentit, pra një emër për president, a do jetë PDK-ja e gatshme t'i ofrojë këta emra? Shqoni, kryetari i partisë është deklaruar që fillimisht Partia Demokratike e Kosovës do të qëndrojë në opozitë, do të bëjë një opozitë konstruktive, gjithmonë në interes të vendit, gjithmonë në interes të popullit të Kosovës, mirë, po nuk do të luaj me institucione të rëndësishme të këtij vendi. Pra, nëse kemi situatën që kemi pas herën e kaluar, normalisht qëndrimi ynë do të jetë i njëjtë dhe nuk do të ketë ndonjë lëvizje fare. Nuk do të ketë ndonjë lëvizje që i bie, nuk do të dërgoni emra? Absolutisht. Vetëm sa për ta plotësuar quorumin, jo, apo nëse ju kërkohen dy emra, do të bëni gjë të tillë. Ne tërkohën do të mundohemi që të japim kontributin tonë, që të kemi institucione, po kjo kontribut duhet të jetë kontribut parimor dhe duhet kesh me këtë bisedash. Fatkeqësisht sot nuk kemi këtë bisedash. Nuk mund të bësh marrëveshje politike me një parti që nuk do marrëveshje politike. Ata e kanë propagandën, ata e kanë vetëm atë prezentimin në media, gjoja se janë duke bërë diçka, po në fakt nuk është ndu asgjë. U bën shumë ditë që nga takimi i fundit që ka pasur zoti Bedri Hamza me zotin Kurti, po ashtu zoti Abdigjiku me zotin Kurti, dhe unë s'kam ndonjë informatë që ka pasur ndonjë tentativë tjetër nga zoti Kurti për krijimin e institucioneve. Pra nuk ka pasur ftesa të tjera? Nuk kam ndonjë informatë, ndoshta ka pasur, po s'po nuk e di. Po ashtu edhe në bazë të deklaratave. Dhe zotëri Çalaj, cila është zgjidhja më e dur